janë gjithçka ekskluzivitet. Prandaj ajo pyetja parë që ma bënë në bërë, ky filxhan edhe kjo xhezve e kam gjetë e Bajraktari Shalës në thes të Shkodrës, edhe nuset e Isa Bulletinit ishin mësuese, ishin manekene, ishin zgra. Mirë në komunizëm përfunduan jashtëzakonisht shumë, me burgje, me vdekje. Po ulëm këtu. Okej. E tash i kështë. Okej. Këto dyrbi, vali janë djalit Isa Bulletinit në kolonela dhe Bulletinit. Janë prodhim italian vitit 1919. Momentin kur ai vritet me atentat në Shkodër, familja i merr senet e tij personale, kapelën ushtarake, çantën ushtarake dhe dyrbit. Wow. Sot i kemi në muzej, pra ta them drejtën gjithë familja, të gjitha foto, dokumentet i kanë adresu kjo unë, sepse tash unë jam marrë me shumë vite me këto punë, edhe besoj ka dhe shumë sene që do t'i shihni, janë gjithçka ekskluzivitet, prandaj ajo pyetja parë që ma bënë në bërë, jemi ka fundi me të Jemi në fund, pesë në fund ta kthej përgjigjen. Tjetra, që është fantastike. shumë për me ditë, ky filxhan edhe kjo xhezve e kam gjetë e Bajraktari Shalës në thes të Shkodrës, ku për herë të fundit vitin 1933 Afet Bulletini kishte pi kafe. Në këtë filxhan Në këtë filxhan e këtë xhezve, ku ai zoti i shtëpisë, tash nipi po i bjen, i Bajraktari Shalës, në një rast në të vorimin e Robert Elsit, ne dimi ai ka qenë studiues i madh, kanades, po me dëshirë madhe kalon amanet që i borosit në thes, po tjetën det e kam gjetë, në bazë shënimet të Tafilit, e kam gjetë Bajraktarin e Shalës dhe e familjen i ka kthy me shumë emocion. Ka qenë edhe për mua emocion, sepse në moment kur i mi taku, e kom përmend këtë ngjarje, ai ishte ul afër kësaj vitrinës dhe hapi dhe tha këto jon për ty. E kam amanet prej gjyshit, prej babës, tani qërë momenti ty mu t'i kthy prapë. Dhe e fundit, gratë e shtëpisë tonë, s'ka ne kemi trajtu para disa mujve, edhe gratë e shtëpisë kanë qenë shkollune, edhe nuset e Isa Bulletinit ishin mësuese, ishin manekene, ishin zgra. Mirë në komunizëm përfunduan jashtëzakonisht shumë, me burgje, me vdekje. Ndonse një nga ato është aktoria parë shqiptare, Hyrie Hana, ka qenë nusja e djalit Tafil Bulletinit, Ali Bulletinit. Kjo ka qenë mike dhe shoqja e parë me Katarina Josipin. Përndryshe Hyria ka hapë edhe teatrin e parë të kukullave në Kosovë. Mirë po vali me ta thënë të drejtën, momentin kur unë e kam gjetë në gjendjen shumë të rëndë ekonomike, sepse është shumë interesante, moment kur është martu me Argjen Ali, Alia ka qenë dy herë i burgosën Goljotak, herën e parë me Adem Demaçin, kanë qenë shok më të mirë, dhe kur është martu me Hyrien, sepse kjo ishte motra Gjiladin Hanës, Gjiladin Hanën dihet që e kanë vrarë komunistat, dhe thoshte unë isha në Burg, Alia del ke pi burgu. Apo anasjeltas, Alia në burgu në pi burgu dhe s'kishën të mi, dhe pastaj Axhali për mos me hi në Burg herën e tretë, ka dalë në Shqipëri legalisht, dhe kjo s'është martu kur asnjëherë. Ka jetu në shtëpi të prindve në Pejtan në Prishtinë, dhe unë në ato kohë punojsha në zyrën amerikane, një shok i imi, kolegi imi kishte rnu te kjo me qira, po kur shkova me vizitu, në hymje shtëpisë e pash një foto dhe ma ka kthy komplet historinë ashtu. Ajo pak para se me vdek, kalon ditarin, cilin është butu nga Ministria e Kulturës vitin 2008. Kjo është e vetë një foto që i ka me Argjen Ali ditën e martesës. Pra kjo është Do thotë gjithçka ka përjetu, nuk e di çka më bën krejt, po
Vetëm këtu na kontrolluan mirë, deri sa mi hoqën edhe kopset nga flokët e gjata që mbaja. E ka tregu të gjithë historinë, sfidave, hije ka të pojdëm që... Komplet. Prandaj, ajo fjala jote në bërë, është kjo që në për spjegoj, për tregoj, në të gjitha të argumentume me dokumente, edhe familja jo vetëm me isa bëllitinën, po familja ka vazhdu, edhe sot, për fat, në shtëpi kemi pas doktor, kemi edhe sot, janë në Itali, janë në Brazili, tregova që kanë arrit, do me thonë, edhe grada shkencore, madje edhe në vipin një familje, nanën e kom pasë mësuse, këta është i bashorë dhe ndjallin student mjekësie vetë, ishte janë, kështu i kemi vazhdua tradit, por në besoj një ditë, që po ta thonë vali, kur të largohem nga këtu, ndoshta të komu mërzit pak, po edhe s'komu mërzit sepse gjithë ka komilon nivel. Edhe kjo nuk është mu pasuria janë, po ishte pasuria e kombit shqiptar me kjo.